أمي حياتي وجنتي انت عيوني وبسمتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Misafir të nderuar, jemi në muajin e bekuar të Ramazanit, gjithashtu jemi edhe në 10 netët e fundit të muajit të Ramazanit. E shfrytëzojmë rastin që përkujtojmë me këtë ajet madhështor që na është paraqitur në propavin tonë, ku Allahu i madhruar thot në Kur'an: e kur robrit e mi të pyesin ty për mua, unë jam afër i përgjigjem lutjes kur lutësi më lutet. Gjithashtu deshëm që rikujtojmë se në këtë muaj gjendet edhe nata e Kadrit, që ndodhet pikrisht në këto 10 netët e fundit. Gjithashtu ka edhe një duat preferuar nga i dërguari i Allahut, e që është: o Allah, ti e falës e don faljen, të lutem më fal mua. Pra ti lutemi Allahut që të na falë sinqerisht. Ky iftar sonte, i cili është bërë si shenjë falënderimi për gjithë kontribuesit e sofrës së Ramazanit, të cilën prej në fillim këtë grup të rinjësh e përkrahi shoqata Horizonti Plus. Donim që të regojmë se me ndihmën e Allahut ky projekt nga viti i kaluar po sheh ditë më të mira. Shpresojmë që do të jetë i çdo vjetshëm. Gjithashtu edhe ky iftar i shtuar këtu të shërbejë si një promovim këtij projekti pamirës. Sonte, siç e dini dhe ju, ishte i ftuar edhe doktori, pra hoxha jon i dashur Shefqet Krasniqi, i cili për fat të keq nuk është prezent në mesin tonë. Mirpo na ka bërë shumë selame nga Prishtina, gjithashtu dhe nuk ka lënë shprazur, na i ka dërguar djalin e tij, hafëzin e nderuar Jasir Krasniqin, pra t'ja japim mikrofonin atij, na recitoj disa nga fjalët e Allahut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون. أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. Allahu e shpërbleft hafëzin e nderuar për këtë recitim të bukur, ndërsa tani ne ftojmë hoxhën e nderuar doktor Zekiria Bajramin na thot diçka mbi vlerën e ditëve në të cilat ne po kalojmë, me shpresë që të përfitojmë dhe gjithashtu për të shfrytzuar sa më mirë këto ditë të mbylljes së këtij muaji të bekuar. Urdhroni ju. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. وأصلي وأسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه والتابعيه أجمعين ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا ندعوك كما أمرتنا فاستجب اللهم كما وعدتنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى وقوله الحق بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.
Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. Sadaqallahu al-azim. Të dashur vëllezër, hamdi dhe falënderimi, lutjet dhe adhurimi i takojnë të vetmit Zot të pashoq, pra Allahu Dhul Jalal, i cili shumë të mira na ka dhuru, me shumë të mira na ka furnizu, ndërsa më e mira e të gjitha tyre është ajo që në Islam na ka udhëzu. Pastaj salat dhe selam nga thellësia e shpirtit me plot sinqeritet dhe respekt i kushtojmë edukatorit ton suprem Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Përshëndesim familjen e tij të sinqert, shokët e tij besnik. Paqja dhe mëshira Allahut qoftë mbi të gjithë ata të cilët pasojnë rrugën e pejgamberit deri në ditën e Kiametit. Njashtu ju përshëndesim edhe juve me përshëndetjen islam, me përshëndetjen e banorëve të xhennetit. Përshëndetja jone është e paqë, selam, pra assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Vëllezër të dashur, falenderojmë Allahun Dhul Jalal për të mira të cilat na i ka dhuru enkas në këtë muaj të bekuar. Pasi që falenderojmë Allahun, ju mbetemi borxhli të falenderojmë edhe organizatorët të cilët kanë kontribu për këtë iftar me organizu, dhe të gjithë ato të cilët kanë marrë pjesë në përgatitjen e këtij iftari dhe në mbajtjen e këtij iftari në këtë vend të hapur. Allahu inshallah me Jannatul Firdaus i shpërblen. Përshëndesin në veçanti hoxhën ton të nderuar, i cili merr pjesë në këtë vend të bekuar, pra Ejub Efendi Selmani. Vëllezër të dashur, muaji Ramazanit është ai muaj për të cilin krenohet ummeti. Në muajt Ramazanit zbriti Kur'ani dhe ky muaj duhet të festohet me ibadet. Ibadeti specifik i këtij muaj është pra agjerimi i Ramazanit. Në këtë muaj u zbrit Kur'ani. Këto ligjërata i keni ndëgjuar, i keni lexuar dhe të gjithë i dim. Por unë do t'ju përshëndes duke ju përcjell një hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili një ditë është kthyer ka xhamati pasi që ka fal namazin e sabahut, dhe ju ka thonë atyre ashabëve, atyre që e kanë ndihmu, atyre që kanë qenë në gjendje çdo gjë me fliju, me të vetmin qëllim që Islamin në rruzëllën toksor me lulëzu. Ai atyre ju ka thonë, ja lejteni law ra'aytu ikhwani, sikur t'i shifnja vëllezërit e mi. Subhanallah, i dërguari sallallahu alaihi wasallam, duke qenë në mesin e atyre shokëve të vet, ansarëve dhe muhaxhirëve, të cilët janë të përmendur në Kur'an, dhe ai ata shumë i ka dashur, dhe për ata ka dëshmu dhe ka thonë Allahu, Allahu ashabi, ka thonë Allah, Allah shokët e mi, sikur dikush ta ketë kodrën e Uhudit plot me ari dhe ta shpërndan në rrugt Allahut, nuk do të mund ta arrin meritën e njënit prej tyre. Pra kështu i ka vlerësu ata, me gjitha ta, bashkë që atyre ju ka thonë, sikur t'i shifnja vëllezërit e mi. Ndërhyri njëni prej tyre dhe tha, ja Rasulullah, a walesna ikhwanet? Po ne, a nuk jemi vëllezërit tua? Tha, la bel entum ashabi, tha, ju jeni shokët e mi. E atëhere, kush janë pra vëllezërit tu? Tha, vëllezërit e mi janë ata, të cilët do të vinë pas juve, të cilët mu nuk do të më shofin me sytë e tyre, as nuk do të më ndëgjon në mënyrë direkte si që më ndëgjon ju, por ata do të më duan sikur ju dhe do të mundohen sunetin tim ta zbatojnë sikur ju. Pra, për ata është mallëngju pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kush janë ata? Ato jemi ne. Pra urime na qoftë nëse ne jemi në rrugën e tij. Andaj ai ka thonë men tamassaka bi sunnati inda fasadi ummati falahu ajru 100 shahid. Ai i cili përmbahet sunetit tim, në atë moment që shumica do ta braktisin sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, madje poç që do ta braktisin, në shumë raste edhe do ta llogaritin sunetin bidat e bidatin sunet. Kështu do të arrije tek i ummet. Megjithato ai ka thonë la tazalu ta'ifatun min ummati mutamassikatan bi sunnati ila yawmiddin. Do të vazhdojë një grup nga ummeti im, të cilët do ta zbatojnë sunetin tim deri në ditën e Kiametit. Pra ja vlen vëllezër të dashur që ne të mundohemi që sunetin e pejgamberit ta mbajmë fort me dhëmball,
që të fitojmë meritat të cilat ai i ka përmend dhe të fitojmë kënaqësi në xhennet bashkë me to. Allahu inshallah na mundson. Vëllezër të dashur, pra jemi në këtë muaj të bekuar, siç pak shkurtimisht mblic e përmendi vllau. Pra ky muaj festohet. Ne festojmë. Po festimi jonë dallon nga festimet e të tjerëve. Ne festojmë çfarë? Festojmë zbritjen e Kur'anit. Zbritja e Kur'anit ka qenë mëshirë për mbar njerëzimin. Kur'ani nuk është vetëm për musliman, sikur ta dinë të tjerët se çfarë të drejta kanë në Kur'an, dhe sikur ta dinë të tjerët si i trajton Kur'ani njerëzit të barabartë, ato do ta përqafonin. Wallahi një njeri i urt ka thonë, sikur ta njohin Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, ata të cilëve nuk ja është dhënë rasti ta njohin në mënyrë të vërtetë, në mënyrë reale, siç është Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, po ta njihnin, ata do ta festonin ditëlindjen e tij, që do të thotë do ta respektonin. Mirë, po për fat të keq, Muhammedi sallallahu alaihi wasallam nuk njihet në mesin e njerëzive përposë në përmes dy formave të gabuara. Forma e parë është në mes të shkrimeve, në mes të paraqitjeve, personalitetin e tij si personalitet negativ. Ata të cilët nuk ja duan të mirën njerëzimit e prezantojnë pejgamberin si njeri negativ, si njeri jo dashamiri njerëzis. Pra në përmes të asaj, disa njerëz e njohin Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, e disa të tjerë e njohin në përmes të muslimanëve jo praktikantë, në përmes të muslimanëve që janë musliman me emën e jo musliman me zemër. E njohin musliman, e njohin pejgamberin ose dinin në përmes të veprave jo të mira të disa muslimanëve. Dhe kur një musliman bën një vepër jo të hishme, çka thonë të tjerët? Çka bëjnë musliman? Që ky është dini këtyre. Jo vëllezër të dashur, dini jonë është dini Allahut dhul xhelal, të cilin u ka shpallë mbar pejgamberëve dhe e ka vullos me të dërguar sallallahu alaihi wasallam pejgamberin e fundit, dhe me të shpallur Kur'ani Kerimin, librin e fundit, vulën e mbar librave të shpallur. Por të gjithë ato kanë pas një qëllim, të gjithë pejgamberët kanë pas një drejtim. Dhe një poet shqiptar ka thonë, si kur të ishin të gjithë pejgamberët gjallë, të gjithë do ta thonin një fjalë. E cila është ajo? La ilaha illallah. Pra, për këtë fjalë Allahu dhul xhelal ka dërguar pejgamber. Për këtë fjalë Allahu dhul xhelal ka shpall libra dhe në fund i ka vulos me Kur'anin famëlar, dhe të cilin e ka filluar me imperativin hinor, me imperativin të mrekullueshëm. E ka filluar me fjalën Iqra bismi rabbik, lexo në emrin të Zotit tënd. Pra, ne festojmë fillimin e ndriçimit të rruzit të toksor, të cilin e ka ndriçuar drita qiellore. Pra ne festojmë fillimin e ndriçimit të rruzit të toksor. Ne e festojmë imperativin që njerëzit të jetojnë të barabartë. Në këtë Kur'an që ka zbrit në natën e Kadrit, është ajeti madhështor ku thot: Ja ejuhen nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha. O njerëz, jo o musliman, o njerëz, juve ju kam kriju nga një bab dhe një nan, li të arafu, që ju të njifeni mes vete, që ju të njifeni, jo të lavdroheni, jo të kritikoheni, jo të sulmoheni, jo të luftoheni, po li të arafu, që të njifeni mes vete dhe të bashkjetoni mes vete. Kjo është imperativ kuranor i librit ton të shenjtë, i cili ka zbritur në këtë muaj, vëllezër të dashur. Ne festojmë fillimin e eliminimit të analfabetizmit, nga se në atë kohë, në shekullin e 7, bota ka jetuar në errësirë. Është i pari Muhamedi sallallahu alaihi wasallam që ka marrë nismën për ta eliminuar analfabetizmin, dhe në luftën e Bedrit, pas fitores madhështore, ku ka fitu haku ndaj batilit, e drejta ndaj të shtremtës, e bardha ndaj të zezës, i dërguari sallallahu alaihi wasallam e ka fillu fshirjen, eliminimin e analfabetizmit, e ignorancës, dhe ju ka thonë atyre që janë robnu: kush din shkrim lexim, le t'ju mëson 10 fëmijëve shkrim leximin, ai ka fitu lirin. Pra kjo është i dërguari sallallahu alaihi wasallam që i ka dhënë rëndësi diturisë. Kjo është i dërguari sallallahu alaihi wasallam që ka porosit që jeta familjare të jetë në harmoni, që njerëzit të jetojnë në familje me harmoni, me kënaqësi, dhe ka thonë khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli.
Ka thonë më i miri në mesin e juaj është ai i cili është më i mirë për familjen e vet, dhe unë ka thonë jam më i miri ndaj familjes time. I dërguari sallallahu alaihi wasallam është ai i cili ka porosit dhe ka dhënë miqde dhe ka thonë kush i ka 3 vajza, i edukon, me nder i marton, ai ka fitu xhenetin. Ai ka thonë kush është një njeri që e ruan familjen me nder dhe punon me të vetmin qëllim që ta ruaj familjen prej halallit dhe ta mirëmban familjen, ati i lahen disa gjunahe që nuk lahen në qëtërfor. Ajo është i cili ka thonë el gjennetu tahte akdamil umehat, gjennetin e keni në fund të këmbëve nanës, në atë kohë që nuk është respektu nana si të shplak, nuk është respektu baba, nuk është respektu i varfiri, madje i varfiri është shit në treg si kur kafsha, është pi alkoholi si kur uji. Të gjitha këto dukuri negative i ka luftuar Islami. Islami ka luftuar dukurit negative, e ka luftuar ignorancën, e ka luftuar robrimin e njeriut. Madje që i ka thonë Amr ibn al-Asit radiallahu anhu për një thupër që i ka ra djali komandantit, i ka ra një qytetarit të rëndom, e ka thonë fjallën madhështore, ja Amr, me të stabetumun nase wa kad waladethum ummehatum akhrara, kur i robruat njerëzit të cilët janë linë të lirë. Pra ka ardhë Islami për lirimin e njeriut, ka ardhë Islami për lirimin e trunit nga pi alkoolit, për lirimin e trunit dhe pastrimin e trunit nga idhujtaria. Pra është ki Kurani të cilin na e lexojmë, i cili në këtë muaj është zbrit dhe ne e festojmë këtë me agjerim, pra me ibadet madhështor specifik. Çfarë është agjerimi? Agjerimi nuk është grev urie, agjerimi nuk është ndëshkim i vetvetes. Madje që i dërguari sallallahu alaihi wasallam e ka ndalu të agjeron njeriu i smund, i cili nuk i plotson kushtet, e ka ndalu njeriu i cili ka agjeru dhe ka ndet në diell. I ka thonë pse po rrin në diell ti? Ka thonë jam një nushëm, prandaj rrin në diell që ta përjetoj sa më vështirë që të marr më shumë sevap. Ka thonë ja agjerimin vazhdoa, po hinder hije, s'ka nevojë me ndet në diell. Këto janë porositë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili është shpall pejgamber, po në këtë muaj. Pra në këtë muaj kanë ndodhur raste historike të cilat musliman duhet t'i përkujtojnë dhe nga ata mësime të marrë dhe të mësojnë. Pra ka ndodhur ballafaqimi i parë në mes hakut dhe batilit, ku ka fitu haku e vërteta. Nuk them kanë fitu muslimanët, ka fitu haku dhe e vërteta ndaj kufrit, ndaj idhujtarisë, ndaj ndëshkimit të fukaras e kështu me radhë. Pra pastaj ka ndodhur çlirimi i Mekës, ka ndodhur çlirimi i njeriut, dhe është ngrit flamuri i tolerancës, i barazis, i drejtësisë, është ngrit mbi Kabe flamuri la ilahe illa Allah. Nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Zotit. Pra njeriu nuk i bëhet rob njeriu nuk e adhuron tjetërkend, por ai adhuron vetëm adhuruesin i cili vetëm meriton të adhurohet. Në këtë natë, në këtë muaj, është një natë e cila është më e vlerëshme se 1000 muaj, është më e vlerëshme se 80 vite, 83 vite, 4 muaj, që do të thotë një natë është më e vlerëshme se një jetë bukur e gjatë e një njeriu. Kjo është dhura, kjo është miqde. Nata e Kadrit është miqde për umetin, nga se i dërguari sallallahu alaihi wasallam kur i kanë ardhur shenjat që do të ndronë jetë, ka thonë ja Xhibril, unë do të kaloj në botën tjetër, a do vish mo ta vizitosh umetin tim? Ka thonë po o i dërguar, për çdo vit në muajt Ramazanit, natën e Kadrit kam me ardhe me vizitu umetin tanë. Dhe kjo natë është aq e vlefshme sa që i dërguari sallallahu alaihi wasallam ka thonë men qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban gufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kush është ai që natën e Kadrit e kalon me ibadet, me istikfar, me tobe, me dhikr, duke ju nënshtruar Allahu xhelal, duke lut ata për vete, për familjen, për dashamirët, për mbar musliman, për mbar njerëzimin që të jetoj në paqe dhe në rahati, të jetoj në bashkim, të jetoj i dashuruar mes vete. Pra ai njeri është fal nga të kaluarat, pra i janë fal mëkatet e kaluara. Pra vëllezër të dashur, edhe një herë urime ki muaj bekuar dhe këto ditë që kanë kalu, Allahu inshallah na i ka pranu. Ato ditë edhe ne që na kanë mbet dash Zoti që edhe më tepër Allahut t'i afrohemi, me Allahun të pajtohemi, por të pajtohemi edhe mes vete, se i dërguari sallallahu alaihi wasallam ka thonë në natën e Kadrit nuk falen 3 kategori të njerëzive, 3 lloje të njerëzive nuk falen
dhe ai njeri që nuk falet edhe natën e Kadrit, shancat për falje i ka shumë minimale derisa të vi Ramazani tjetër. E kur të vi Ramazani tjetër, a na gjen neve në sipërfaqen e tokës apo na gjen në barkun e tokës, ato e din vetëm Allahu Dhul Xhelal. Pra 3 kategori nuk falen as në muajin e faljes, pra në muajin të magfiretit. E sidomos këto 10 ditët e fundit dhe netët e fundit janë të lirimit nga zjarri i xhehenemit, shpëtim pra. Shpëtim janë vëllezër të dashur, por duhet patur kujdes. Grupi i parë, mudminul khamr, njeriu që pin alkoolin. Grupi i dytë, akul validein, ai që nuk i respekton prindët, dhe grupi i tretë, dy vëllezër musliman që njëri tjetrit nuk i japin selam. Dy vëllezër musliman që njëri tjetrit nuk ja urojnë as Ramazanin, as Bajramin, ata nuk falen as në Ramazan, as natën e Kadrit, as për Bajram. Bajrami është fest, Bajrami është gëzim, Bajrami është lumturi, Bajrami është kënaqësi. Për çka? Se e ke çuar në vend obligimin e Allahut Dhul Xhelal, por nuk është Bajram vetëm atëherë. Vëllezër të dashur, për neve Ramazan është gjithë jeta. Për neve agjerim është gjithë jeta, agjerojmë nga mëkatet, agjerojmë nga gjunahet, agjerojmë nga gibeti, agjerojmë nga të shamurit, agjerojmë nga akuzat ndaj njëri tjetrit. Pra jemi ninushëm dhe iftari jonë dhe bajrami jonë është kur t'ja dorëzojmë shpirtin Allahu Dhul Xhelal dhe kur ta fitojmë mëshirën e Tij. Zoti inshallah gjithë muslimanët edhe neve na mëshiroft, ibadetin ton Allahu e pranoft. Lusim Allahun Dhul Xhelal rinin ton në Islam, zon pleqve ton të jep jetë të lumtur dhe shëndet të plot, të varfërit ton t'i pasuron, të sëmurit ton t'i shëron, të burgosurit ton t'i liron, të vdekurit ton t'i mëshiron, mbar muslimanëve në rrezullin toksor, Allahu t'ju ndihmon nga vështirësitë e kësaj bote dhe të ahiretit të na shpëton në Jannatul Firdaus, inshallah të gjithëve të na bashkon. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wa akhiru da'wana أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allahu e shpërbleft hoxhën për këtë fjalim kaq të bukur dhe me vlerë. Gjithashtu Allahu e shpërbleft dhe për mundin që ka ndajtur kohë të na nderoj në këtë mexhlis që ka ardhur nga Sarai, ndërsa tani është radha t'ja japim fjalën hoxhës tonë të ruar, Molla Ayub Selmanit, mësuesit të Kur'anit të shumë gjeneratave nga të rinjt tanë, duke shpresuar që ta përshëndes këtë mezhlis si vendas, na nderoj me këshillat e tij të urta, duke lutur Allahun subhanahu wa taala që t'i jap shëndet, sepse hoxha është dëshmitar i gjallë se thirrja në fe nuk ka mosh pensioni, as nuk ka kufi. Ku thirrsi duhet t'i thot vetes se mjafton me kaq. Urdhroni hoxhin nderuar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من اتبع الهدى بإحسان إلى يوم الدين. الله جل شانه فلندرم pejgamberit sallallahu alaihi wasallam salavati qojmë dhe të gjithë ju që keni ardhur keni prezantuar për këtë iftar të 23-shit të muajit të Ramazan. Allahu Jalla Shanuhu e pranoft agjerimin dhe juve u nderoft sikurse keni ardhur të nderoni këtë mezhlis. Mbasi i foli hoxha Efendia Zakaria Bajrami, të gjitha ato s'kam bet çfarë të them, vetëm një fjalë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është betuar, ka thënë: betohem në fuqinë e Allahut që shpirti im është në dorën e Tij, se era e agjeruesit, aroma që i del në kohën e akşamit, është më e dashur tek Allahu Dhul Xhelal se era e miskut. Dhe ka thënë se një derë ka në xhennet e ka emrin Rayyan. Kjo është dera e posaçme se nuk ka të hije askush në këtë derë përveç atyre që kanë agjeruar muajin e Ramazanit. Inshallah Allahu Jalla Shanu na bën pe atyre që të futemi në atë derë. Dihet se xheneti është vendi i hapur, vendi i madh. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka shembulluar në këtë mënyrë, ka thënë krahasimi i kësaj dhunjaje me hapësirën e xhenetit është sikurse me fut gishtin në oqean dhe e hek gishtin prej oqeanit, sa ujë ka marrë.
as një pik ujë nuk ka marrë. Mirë vesh se kjo dynja është stacioni i parë i joni që jetojmë. Ky stacion është e përgatitje për të shkuar në stacionin e ditë që është jeta në berzah, jeta mbas varimit. Mbasaj është stacioni i tretë, është dita kur do të dalëm përpara Allahu Dhul Xhelal, dhe stacioni i katër është stacioni i fundit, ato që do të meritojnë për të shkuar në xhennet do të mbesen për përherë, dhe në xhennet ka jetë të përhershme, smundaj nuk ka vetëm shëndet, bukuri ka dhe nuk ka fatkeqësi, ka freski dhe nuk ka nxehet as të ftohet. Xheneti është i përgatitur për njerëzit që besojnë. Në krahasim me bo, është fëmija qish në barkun e nanës, Allahu xhallahu e përgatit për të dalë në këtë botë, ja jep dorët, ja jep këmbët, ja jep syt, ja jep veshët dhe del në këtë botë, nga dal zhvillohet dhe është i aftë që të jeton në këtë botë. Kështu është feja e përgatit njeriu për të shkuar në botën tjetër, në ahiret, sikurse ky fëmija të mos i kishte këmbët, mos i kishte dorët, mos i kishte syt e veshët, çfarë sillet mundeshte të kaloje këtë jetë? Asesi nuk kishte mundësi, për atë edhe njeriu që i largohet kësaj feje është i njëjti sikur si një fëmijë që lind sakat dhe nuk është i aftë për jetë. Edhe ky njeri atëherë mbetet në botën tjetër në vështirësi. Ma në fund, duhet me ditë se feja islame është islam, sistemi Allahut në tokë. Ky sistem është krejt edukat dhe disiplin. Allahu xhallahu ka bërë të tillë që njerëzit kudo që agjerojnë në atë teren që agjerojnë të ndaren më njëherë prej ushqimit dhe të qelin më njëherë të hanë iftar. Kjo disiplin, sado që të arruje policia, është e pamundët, po kjo është vetëm respekti që ka besimtarin dhe Allahut, e respekton urdhën e atij dhe qelin me mija apo me miliona njerëz të hanë për njëherë, këtë e bën vetëm disiplina e Allahut Dhul Xhelal. Disiplina e Allahut xhallahu e bën që njerëzit me një tekbir 3 milion njerëz, 3 milion apo 10 milion të jenë mbas atij, të gjithë ajo disiplinë e fjalës Allahu Ekber i çon të rajnë urdhë dhe të ujdisen në adhurimin e Allahut. Pra, këto kuptohet se Allahu xhallahu na ka porositur në Kur'an me një sure të shkurtë në Kur'an, dhe kjo sure është sure që betohet Allahu Dhul Xhelal, e dini të gjithë ju, është surja A'udhu billah, bismillah, wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Pra Allahu xhallahu betohet në këtë sure, e gjithë njerëzia e botës është në humbje, në përjashtim të njerëzve që i kanë besuar Allahut me besim të vërtet, se ka shumë njerëz besimtar, por nuk e kanë besimin e saktë. Pra besimi i vërtet është besimi islam, besimin që e tregon Kur'ani dhe sunneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Jashtë besimit të Kur'anit dhe jashtë besimit të sunnetit të pejgamberit është besimi i papranueshëm tek Allahu Dhul Xhelal. Për atë të gjithë njerëzit janë në dështim, në përjashtim të atyre njerëzve që kanë besuar sakt dhe mbasaj kanë bërë vepra të mira. Në krye të veprave të mira është adhurimi, ibadeti ndaj Allahut Dhul Xhelal, dhe ky ibadet është sebeb që njeriu ta shpëton. Mbas ibadetit njeriu kur aftësohet, atëherë është në gjendje edhe anën tjetër, që me thanë ato që i ka afër t'i urdhnon ka hajri, dhe në fund të bëhet sabër. Pra sabri, durimi, është prej veseve më të mira të besimtarit. Allahu Dhul Xhelal ne ka quajtur një njeri që është më i ndershëm në këtë botë, më i ngritet në këtë botë, e përmendi pak hoxha. Njerëzit që nuk kanë qenë musliman e kanë shkruar në histori
emrin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ai njeriu është e krishter nga Amerika, por e ka vënë numrin 1. Pra në krye të librit e ka vënë se njeri më i madh në botë është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Njeri më i madh në botë. Pra këtë njeri e lavdron edhe Kurani, po edhe njerëzit e mençët e pranojnë, ato njerëz të cilët janë jo normal, ato mund të shajnë, po jo nuk mirët parasysh shariatin. Kuptohet se Muhamedi a.s. ka ardhur mëshirë për tërë botën, dhe ai do të jetë edhe këtu mëshirë, po edhe në botën tjetër mëshirë, derisa shefati të gjithë pejgamberët kanë pas lutje të pranueshme të Allahu dhul Xhelal, dhe pejgamberi e ka ruajt një lutje apostafat që do të jetë lutja më interesante dhe më e dashur tek Allahu, është lutja e shefatit që do të bëjë në ditën e Kiametit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe të bjerë në sejdë dhe të lutet Allahut për të gjithë njerëzit prej Ademit a.s. dhe deri në fund, për të gjithë njerëzit dhe të bëjë shefat. Ndërmjetësimin dhe ky ndërmjetësim është i pranueshëm të Allahu xhalleshanuhu, derisa i thot Allahu xhalleshanuhu felesawfa yu'tika rabbuka fatarda. Masaj Allahu xhalleshanuhu të hapë atë kërkesën tënde që do të kërkosh dhe ti do të kënaqesh. Allahu xhalleshanuhu na bashkoft në jetën tjetër me pejgamberët, e në veçanti me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, me shokët e atij dhe me ato njerëz që i bën tabi pejgamberit. Allahu xhalleshanuhu ka përmend në Kur'an në sure Tauba ato njerëz që kanë qenë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, Allahu ka qenë i kënaqur, dhe njerëzit tjerë që do të ndjekin rrugën e atij do të jenë të kënaqur. Një ajet në Kur'an thotë yawma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara. Kjo është në sura Ali Imran. Njeriu i cili ka punuar në këtë jetë, kur do të vijë koha që do të dalëm në stacionin e fundit, në stacionin e tretë me një fjalë, do të dalëm përpara Allahut dhul Xhelal, çdo kush që ka vepruar prej neve, qoftë namaz, qoftë agjerim, qoftë marrëdhënie të mira familjare, marrëdhënie të mira me komshin dhe me njerëzit tjerë, kur do të dalën në ditën e Kiametit, do t'i shohë në prezent atë incizimin që e kanë bërë melekët dhe do të kënaqet. Kur do t'i shohë punët e liga, do të thotë sikur të shakon larg prej këtyre si lindja me perëndimin. Atëherë nuk i bën fajde ai pendimi është i vonshëm. Për ta përfituar dashurinë e Allahut dhul Xhelal, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu xhalleshani i ka thënë në Kur'an: "Kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah." Thuaj o Muhammed, në qoftë se ju pretendoni se e doni Muhammedin alayhis salam, atëherë më ndjekni mua që të doja Allahu. Pra nëse ndjekim pejgamberin, do të na doje Allahu dhul Xhelal. Nëse ja kthim shpinën pejgamberit, atëherë Allahu xhalleshanu nuk na don. Pra atë nëse na don Allahu, yaghfir lakum dhunubakum, na i falën gjinat, dhe njeriu kur do të hyjë në xhennet do të hyjë i pastër pa gjina, e si të jetë i pastër pa gjina, xhenneti do t'i hapet dera xhennetit. Nëse njeriu nuk është i pastër, do të pastrohet në ditën e Kiametit duke e paguar atë dënimin që do t'i japë Allahu dhul Xhelal. Pra edhe njëherë urime për Ramazanin, urime për natën e Kadrit që e presëm, urime për të 10 ditë të fundit, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë 10 ditë të para janë mëshirë, 10 ditë të mesme janë magfiret, falje për gjunat, dhe 10 ditë të fundit janë shpëtim prej zjarmit të xhenemit. Allahu në shpëtoft të gjithve, neve dhe familjet tona. Allahu të gjithë rinin i uzoft në rrugë të mbarë, dhe të gjithë ato të reja dhe të rritë i uzoft në fenë islame, se pa e ndjek pejgamberin sallallahu alaihi wasallam nuk mund të tregohen a musliman të dejet. Ju duhet të dini gjithmonë se sa herë që e pranojnë islamin ka vendet e perëndimit, qoftë në Zvicër apo në Gjermani apo në vendet e perëndimit kudo qytete, e pranojnë islamin duke u bazuar në Kur'an dhe Sunnet. Pra bazohen drejt për drejt në Kur'an dhe në Sunnet.
nuk bazohen te musliman se s'kan ku të marrën model. Musliman më tepër janë duke i ndjekur rrugën e njerëzve tjerë që nuk janë musliman. Për atë edhe njëherë lutim Allahun xhaleshanu të na drejton për drejtim, se njeriu nuk falet, nuk ka na patek ilaç për të t'i falë gjunahet. Nuk ka na patek ilaç për të t'i pravë sajnë ose për të pas zemrën e pastër. Ilaçi është istikfarin, shtonja sa të mundi istikfarin, se Allahu xhaleshanu e ka bu istikfarin sebeb që të shtohet edhe risku. Falen gjinat, risku shtohet, muhabeti shtohet në mesin e muslimanve. Mbani mend 3 sende janë që pejgamberi alayhis salam ka thënë, ku i gjindën 3 sende, ati njeriu të 3 veti, ati njeriu do të jepet ambëlsira e imanit. Prej këtine janë këto: ta dush Allahun dhul xhelal dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam më tepër se vetveten tënde. E dita është ti dush muslimanët që gjindën kudo në botë, ti dush për hir të Allahut dhe të bësh dua për atë. Kjo është vetia e ditë që kjo të bën sebeb është që ta ndëgjosh ambëlsirën e imanit. Dhe e treta është të kish mërzi kufrin, mos kthehesh në pabesim, sikurse me butë të marrë të kushtet hudhen në zjarm, si ngulish këmbët, nuk hecish, pse zjarmi të djek, kështu është edhe kufri të djek veprat e mira dhe humbish edhe këtë botën edhe botën tjetër. Dhe në fund kërkoj falje falenderit që ndëgjohet. Allahu xhaleshanu shpërbleft me shpërblimet më të mira që ka në prezencën e vet. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu e shpërbleft hoxhën e nderuar për këtë fjalim të shkurtër, mirë po me peshë të rëndë, ndërsa ne në fund nuk na mbetet tjetër vetëm se t'ju përshëndesim dhe t'ju falenderojmë për pjesëmarrjen tuaj në këtë natë, duke lutur Allahut na jenë falur gjunahet tona dhe të na jenë pranuar adhurimet tona dhe të na jenë nxjerr emrat ton nga lista e të dënuar dhe nga zjarri i xhehenemit. Shpresojmë të takohemi përsëri në vitet e ardhshme. Deri atëherë, Allahu ju dhasht begati juve dhe familjeve tuaja. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. حياتي وجنتي انت عيوني وبسمتي حبك شعاع بموجتي والشعر من حبك يسيل